Skënderbeu arriti të sigurojë kualifikimin në raundin pasardhës të Kupës së Shqipërisë vetëm pas kohës shtesë në një ndeshje shumë të vështirë nga sa ishte parashikuar ndaj ekipit modest të Basanias. Korçarët u përballën me një rival të organizuar dhe të motivuar që i vuri në siklet për më shumë se 90 minuta, duke detyruar takimin të shkojë deri në minutën e 120 për t'u zgjidhur. Trajneri Enes Gjoka kishte vendosur të bënte disa ndryshime në formacion, duke u dhënë mundësi disa prej lojtarëve të formacionit të dytë me synimin për t'u dhënë minutazh dhe për të ruajtur freskinë e titullarëve. Megjithatë, Basania e shfrytëzoi mirë këtë fakt, duke treguar disiplinë taktike dhe rrezikshmëri me kundërsulme. Skuadra korçare e nisi mirë takimin duke kaluar në avantazh që në minutën e 8 me Ukicin, i cili përfitoi nga një gabim në mbrojtje mike dhe e dërgoi topin në rrjet për 1-0. Por gëzimi i vendasve zgjati shumë pak pasi Toma barazoi shpejt për Basanian, duke rikthyer ekuilibrin dhe duke i dhënë sfidës një tjetër ritëm. Në minutat e fundit të pjesës së parë, loja mori përmasa dramatike. Fillimisht një gabim në mbrojtje e Skënderbeut i dha mundësinë miqve të kalonin në avantazh në minutën e 86 duke tronditur stadiumi Skënderbeu. Por vetëm 2 minuta më vonë korçarët reaguan me forcë dhe barazuan rezultatin 2-2 duke e çuar ndeshjen në kohën shtesë. Në 30 minutat e fundit u pa fytyra e vërtetë e Skënderbeut. Lojtarët titular që u hodhën në fushë sollën një tjetër nivel loje duke dominuar plotësisht Basanian. Nasto riktheu avantazhin me një goditje precize, ndërsa Ramos dhe Tajo vulosën suksesin me gola të bukur duke e mbyllur takimin me rezultatin e thellë 5-2. Me këtë fitore Skënderbeu siguron kualifikimin në turin pasardhës të Kupës së Shqipërisë, një objektiv që mbetet thelbësor për korçarët në këtë sezon. Tani Skënderbeu pret shortin për raundin e radhës me synimin për të shkuar sa më larg në Kupën e Shqipërisë dhe për ta kthyer këtë edicion në një sezon suksesi për skuadrën korçare.